tim, sot shkoj pak më ndryshe edhe kjo vazhdim, përkatësisht vazhdimi 38 me qenë se nuk u shënua dhe si tillë pasi që u shtyje si seancë tutje, kurse me të dalë po ashtu ishte deputeti dhe kryetari i nismës socialdemokrate Fatmir Limaj, i cili edhe mbrojti qëndrimin që edhe duke hyrë që në fakt ai tha se vendimi i gjykatës kushtetuese i ka qitë në vend edhe fjalët e tij që ka thënë nga fillimi që krejt ajo se çfarë mund të bëjnë dhe se çfarë mund të jetë ndihmë për të dalë nga kjo situatë është një marrëveshje politike, për çka kanë marrë një ftesë nga Kurti si kryetari i lëvizjes vetëvendosje dhe njëkohësisht edhe si kryeministër në detyrë për të marrë pjesë në një takim konsultativ për konstituimin e kuvendit, nga ku Limaj tha se do të shkojë gjithsesi, meqense ishte koncepti i tij nga fillimi që zgjidhja vetme do të ishte një marrëveshje politike e arritur në mes liderëve për të arritur edhe në konstituimin e kuvendit, përkatësisht më pas për të kaluar edhe në hapat e tjerë të zgjedhjes së qeverisë, por edhe funksionalizimit të institucioneve. Limaj nuk u përgjigj në rast se nesër do të ketë edhe qëndrimin e tij. Zotri Zemaj, nuk keni deklaruar sot, thatë pasi që të dilni, cili është qëndrimi që keni marrë edhe gjatë takimit që keni pas në sot si parti? Po është debatu për vendimin e gjykatës kushtetuese të Kosovës, mbi adresimin e pyetjes së cila është bërë. Tash mund të tingëllojmë subjektiv, por është saksu pothuajse në tërësi ajo që kemi kërkuar dhe që kemi theksuar në vazhdimsi që lëvizja vetëvendosje është bllokuesi, ta quaj kështu, kushtetues edhe ligjor i kuvendit të Republikës së Kosovës. Domethënë mënyra se si është sjell, mënyra se si nuk ka mujt më adresu bashkëpunimin, mirëbesimin, me kriju që përtej 48 deputetëve gjej edhe deputet tjerë që mund të arrijnë një shumicë të konsoliduar e cila zgjedh kryetarin e kuvendit dhe lejon mundësinë e krijimit të institucioneve të reja të Republikës së Kosovës. Ju konfirmua që do të merrni pjesë si parti në takimin e thirrur nga Kurti. Çfarë kërkese do të keni kur të shkoni atje, cila do të jetë ajo çfarë do të çojë të përpara? Kërkesa vetëm është mbrojtja e kushtëshmërisë dhe ligjshmërisë dhe vullnetit të qytetarëve të Republikës së Kosovës. Ne jemi sistem parlamentar, askush nuk mund të udhëheq me autokraci ose me diktat, sidomos mbi deputetët që nuk i nënshtrohen asnjë lloj detyrimi dhe i përgjigjen vetëm qytetarëve, votuesve dhe subjekteve të tyre politike. A keni qartë çka ndodh nëse në 30 ditët nga caktimi i gjykatës kushtetuese nuk konstituohet kuvendi? Cila është pasoja? Nuk do dëshironim që të ketë humbje kohe, më tutje, qytetarët kanë humbur shumë. Kjo blokadë, kjo ngerë shkapja institucioneve, dami që është i bën aspektin ekonomik, humbja e fondeve, këto e kanë një adresë. Kjo adresë është zëri i Kurti edhe ballafaqimi i tij, me thënë me vetveten se sa më realitetin e ri pas zgjedhjeve të nënshkurtit. Nëse propozohet votimi në pakoj kryetarit me nënkryetar, siç u dha si ide nga vetëvendosja sot, do të ishit pro? Po shkelje rregullore së punës së kuvendit dhe shkelje kushtetuese, ne nuk mund të hyjmë në diçka pa e pas një interpretim, sepse atëherë bëhem shkelës për shkak të një dëshire të dikujt tjetër. Dhe kryetarët janë procesi i ndam, kjo është kryesia e kuvendit. Ne dëshirojmë të quajmë ka herë në kryetar, por është kryesia e kuvendit dhe i takon edhe një farë mandati administrativ më shumë se sa politik, se pjesa politike, burimi politik është nga grupet parlamentare dhe nga deputetët që bëjnë numrin e 120 deputetëve. Megjithatë, zonja Haxhiu sikur ju sfidoi gjithë deputetët e partive tjera në këtë rast ish opozitare, thashë që nëse votohet Ndërkohë, kryetari i vetëvendosjes Albin Kurti ka ftuar në takim të përbashkët liderët e partive politike pas gjykimit të dieshëm të gjykatës kushtetuese lidhur me